Po kthejna prapë edhe njëherë të familjet, këto familje 70 familje që kanë përfituar. Me siguri me që s'ka pas i Republike kanë qenë kështu të papregaditur si që kishtë nga kjo e mirë që për ju vije. Si e kanë prit? Sigurisht që është lajmë shumë i gëzueshëm edhe për përfitust, po edhe shpresdhënës edhe për familjet e tjera. Ata janë kontaktuar, fillimisht nga qendrat për punë sociale, pastaj janë vizituar një nga këto qendra, pastaj edhe nga auditimet edhe tashmë vetë se janë të përgatitur me atë se çfarë do të ndodhë në shtëpitë e tyre, po është e vërtet që ka qenë interesim shumë i lartë pas dhënies fillestare të lajmit që po fillojmë me projekte të tillë, sepse ka pas shumë familje që janë në listën për asistencë sociale që kanë pyet se çush me apliku, çush mu përzgjedh, janë çuar zyreve të fondit, rrjeteve sociale, telefonit, dhe kështu me radhë jemi kujdes që t'u tregojmë që janë kriteret të cilat mbase e mundi njëra tjetrën, pastaj kur vjen fjala për shembull tek numri më i madh i fëmijëve në atë familje, mund ndoshta një tjetër, sepse siç e ceka për shkak të numrit të vogël, qëllimi ka qenë që të mblim me të vërtetë një grup që ka me të vërtetë nevojë. Edhe ne vazhdimisht do të kemi pyetje, ne shpresojmë shumë sepse shpresojmë shumë që të ketë gjatësi, jo vetëm ky projekt, po të kenë edhe projekte të tjera, sepse mandati i fondit është që të ofrohen shërbime të tilla edhe të punohet në këtë drejtim, që të menaxhohet edhe me buxhete të tjera për të krijuar kësi projekte të tilla, dhe shpresoj shumë që edhe në të ardhmen të kemi të tilla që këto familje që kanë pas interesim të madh, sepse edhe familje të tjera që nuk janë raste sociale fare, kanë shpresuar që do të hapet thirrja edhe këtë vit, por ne funksionojmë bazë asaj që kemi, do të thonë bazë buxhetit që kemi në dispozicion.